Marti, trashëgimtari i grushtit të luftëtarit legjendar Eonit, i shpëtoi shkatrimit që i bën familjes së tij dhe Charlie e rriti si djalin e tij. Ai ishte punonjës i shërbimit familjes. Tani që Marti e gjeti grushtin e Eonit, ndjekësit e generalit janë dërguar që ta shkatërrojnë. Marti arriti të ndërhyjë në punët e von Reimerit, presidentit të kullës së hekurt, i cili kërkon të kapë thjeshtrën e tij Elin, që mund të rinisë planet e tij sekrete, të cilat do t'i zbulojë së shpejti. Në këtë botë kaq të madhe, një moment apo një çast që të mund të ndaj. Po do të qeshësh me mua dhe një botë më të mirë do shikosh më pas. Dhe ëndrat pa fund do të kesh ne me ty do t'jem për gjithmonë. E zemrën të ty do t'kem unë për gjithmonë. Ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, do të kuptosh. Asi jeton Afrikën jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të triumfosh. Ku do të shkosh ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, do të kuptosh. Asi jeton Afrikën jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të Udhëtimi do të fillojë. Charlie, shumë shpejt njerëzit e generali do të vinë për Martin. Ti duhet ta çosh me një herë në një vend të sigurt. Nuk ke shumë kohë. Hapi syt, tani. Baba. Si je, ndihesh mirë? Marti. Babi, ndihesh mirë tani të kaloj? Ti nuk ishe ndërgjeshëm për një kohë të gjatë, ba. Unë isha shumë i shqetësuar për ty, babi. Nëse s'do t'isha unë... Nuk ka gjë, Marti. Ajo që ka rëndësi për mua tani e ti. Tani ullu, Marti, t'lutem. Dua të të tregoj diçka. Ti dhe miqtë tu nuk jeni më të sigurt këtu. Çoje këtë në qytet në kristalit edhe do të kalosh nga shkretira e madhe. Një shoku im besnik do t'ju gjej atje. Por çfarë do të thuash, babi? Kulla e hekurt nuk do të ndalet derisa t'ju kap juve të dyve, kupton? Maksët mund të shfaqen nga sekondi në sekond birim. Shko, me njerë tani, unë do të vi pas jush. Por babi, ti i plagosur, unë nuk mund të të lë këtu, nuk mundem. Jo, ne do presim derisa të bëhesh mirë në mënyrë që ti të vish me ne. Mirë, babi. Por unë dua që të rrim bashkë, ba. E di. Por ti duhet ta kuptosh se ne na ndjekin gjëra shumë më të rrezikshme se sa maksët. Nxito tani. Më fal, Marti. Kujdesu për veten. Nuk e kuptoj fare këtë gjë. Përse duhet të largoheshim me kaq nxehtim? Duhet të prisnim këtu. Shiko realitetin, Marti. Nuk e dëgjove babin? Ata rojat e kullës e hekurt do të vinë shpejt këtu. Ju të dy menduat se mund t'ja u prishnit planet, por e kishit gabim, Marti. Jo, nuk thash, por unë mendoj se nuk duhet që të largoheshim kaq shpejt. Pastaj nga ta di unë se ku duhet shkojmë. Nuk e kam fare iden. A zot, çfarë muje? Mere shtruar djalosh, ne do të shkojmë atje ku nuk ka roje. Elje, ja të ikim. Mirë, tani do ikim. Shpresoj që të takohet shumë shpejt me Mr. Gavin. Vetëm sikur të jetë mirë, derisa të takohet patjetër me Mr. Gavin. Ata që kanë këtu. Dhe ti je punojësi shërbimit të onve. Na je fshehur gjithmonë si një mi për një dekadë. Ku është djali? Nuk e di. Oh, nuk e di.
Po sigurisht që nuk e di. Qëndron ende besnik ndaj familjes së onve. Merreni! Pra, e gjete buton. O, zot, që këtu deri në fund të shkretëtirës janë 16.000 kilometra. Qfar? 16.000 kilometra? Wow! Me këtë makinë që kemi na duhet të ecim për një javë të tërë pa u ndalur fare. Dhe për më tepër kjo mund të prishet vazhdimisht, po çfarë mund të bëjmë? Haha, mos ju ka ikur gjëmendja juve të dyve? Si mund të bëjmë 16.000 kilometra mbi këtë mbeturin? Pastaj shkretëtira e madhe është e rrezikshme. Aty ndodhe kriminal të arratisur edhe kafshë të egra. Vërtet, kush ta tha? Do thuhet se ka diçka që quhet ekspresi i ndërshkretëtirës. Kjo mund të na çojë nga ana tjetër e vendit për 2 ditë. Jemi të gjithë dakord, nisemi atëherë pra. Ekspresi i ndërshkretëtirës? Libri thot se ka edhe panorama. Mua më duket mirë. Shumë mirë. Mirë e ke menduar, sa kushton bileta? Në klasin e parë kushtojnë $500. Çfarë? Karigja me e lirë kushton 150? Këta nuk janë të rrezi fare, këta të rjepin. Mirë pra, të shikojmë sa para na kanë mbetur gjithsej në xhep. Ja pra, unë kam $30. Më thoni, sa para keni ju? Para? Çfarë para? Ne s'kemi fare para. Mos ju dukem gjë si bankier? Kujt ja thua këto buton? Jo, e di shumë mirë që ke ruajtur para fshehur azimeje. Jo, Marti, të lutemi, kam kursyer që të më bëj një larje me krom. Marti! Me këto nuk mund të blejmë dot asnjë bilet. Po tani çfarë do të bëjmë? Nuk mund të kthehemi mbrapa. Mendoj se duhet të takojmë këmishën me Lule. Çfarë? Gjimin? Atë matrapazin? S'mund ta kesh seriozisht. Po, patjetër që e kam. Madje kam dhe një plan. Një plan? Interesante. Megjithëse planet të tua më friksojnë shumë. E pabesueshme. Çfarë mund t'i bëjë kjo gjë një punë? Askush nuk e ka iden. Jam i rrethuar nga të paftë. Puna e se, i djali vogël me një dorasht të madhe në dorën e ti. Çfarë mendon ti se unë jam budalla? Të thash të më silli Elin këtu dhe ti vjen më tregon për ralla për një djalë me një dorashk. Shpërndajni fotografitë dhe kërkoni në çdo pjesë të shkretëtirës, më kuptuat? Do ma sillni Elin me gjitha të djalin këtu, qartë? Po, sotri. Mirëmëngjesi, zoti president. Shef? Shikoj që si pas kam bërë gjërat si duhet kur us kam qenë këtu. Zotri, si keni qenë juve? Billy. Nuk e shikon si mund të shkojnë ndryshe. Po ti që më thua. Ej ti, largohu tani. Po, sotri. Më në fund arrita ta gjej atë, zotri. Shkëlqyer, ku është ai? Mos u shqetëso. Ai është duke ardhur, zotri. Mos keni frikë, jemi forcat speciale të ndërhyrjes së shpejtë. Kemi ardhur të kapim një kriminal të rrezikshëm. Do të bashkëpunoni me ne? Skuadra A Majtas, skuadra B dhe C shkallët nga e djathta. I mallkuari, në sulm!
Këta pas ka një mungesë të theksuar respekti. Kanë sjellë këta ngordha laqet për të më kapur mua. Nuk e mendoni zotri që kjo është pak e pasjellshme? Mos bëj as edhe një lëvizje, je i arrestuar. Qenë ke optimist, zotrote. E di që sa po jemi takuar, por më vjen keq sepse me njerë më duhet të iki. Kjo është durata ime e lamtumirës. Kjo makinë është vetë se një rangall dhe asgjë më shumë. Me goma të shpuar edhe një sistem të vjetër drejtimi. Kjo është një mbeturin e vitit 23. A e dini sa vështirë është të gjej pjesë këmbimi për këtë? E shumë ta mund të jap $250. Çfarë? Jo, në asnjë mënyrë. Ndoshta është pak modeli vjetër, por përsëri ngelet berzaka ma. Kushton të paktën $600. Nëse nuk do që ta shesësh, shko diku tjetër atëherë. Po t'ja për bamirësi $250. Mirë, prit një sekond. Kjo nuk po funksionon, Marti. E di shumë mirë, të paktën na duhen $500. Se nuk më le mua të flas Jo, me të tjerë prit, që të bëj pazar më mirë se ty. Çfarë ke atë te dora, Marti? Lodrat e sotme të fëmijëve. Ç'është kjo? Një çmim që vlen $5 milion? Të kam thënë me 100 herë që të kesh kujtes, more idiot! Ku m'janë mbledhur të gjithë këta? E po mirë, atëherë do të ta shes për $500. S'mund të jap më shumë se 300. 450. Shejtani i vogël, shejtan. Atëherë me ty do të bëjmë zemër mirë, do të bëjmë bujar dhe do t'jap 400. Por asnjë monedhë më tepër. Dakor, atëherë, $400. Quaje veten me fat. Po të jap 400 për këto mbeturina sepse të njoh prandaj. Më falë shumë, zotri, do këthejemi njerë tjetër, pa tjetër. Mirupafshim. Nuk do të ikni kështu, feuni. Do t'ju jap 500. Jo, do t'ju jap 700, sa të doni ju. Ta marr 300, ta marr. Si me ikën ashtu. Do t'kisha fituar $2.000 si kur ta kisha shitur në treg. Bosh është? Bosh! Mirë pra, jo të zgjuarit, tani që i kaluam rojet, po tani ç'do të bëjmë, ne s'kemi para. Nuk ka problem, duhet të futemi fshehurazi në tren. Çfarë? Fshehurazi? Po si kur të na kapi kontrolli? Do të na gjopisin 300 herë më shumë se sa çmimi i biletës, 300 herë më shumë! Për këtë arsye nuk duhet të na kapin. Forca, më ndiqni mua. Marti, prit pak. Si shpuna? Qënë kanë maksët. Rojet e kullës pas kanë mëritur para nesh. Mos, po tani si do ja bëjmë? Jo, shikoni atje te! I dyshuari ka një dorashk mekanike në krahun e tij të djathtë dhe shoqërohet nga një robot qen i dhunshëm dhe me sëmundjen e tërbimit.
Prit pak, ta shikoj edhe unë s'mund t'jetë kështu. Çfarë të thot kjo? Unë së mundin e tërbimit? Më thoni pak, a jam i tërbuar? A jam i dhushëm? Kjo është e pabesueshme. Keni parë një robot më të mirë dhe më të bindur se sa unë? Hë? Dhe nuk jam as qen, jam robot qen i klasit H. O, zoti madh, kjo është e pabesueshme. Po tani, jeni të dy në poster vetëm për fajin tim dhe s'mund të hipim as në tren. Dhe ndjem vërtet në faj për këtë gjë. Nuk mund të bëjmë gjë për këtë. Duhet të vazhdojmë patjetër me makinën. Çfarë? Mos jeni çmendur, nuk e dëgjove Jimin? Kjo është vetëm një copë plerë. Ndoshta do të vdesim nga etja aty jashtë përpara se të kishin të arrin të na gjejnë. Ke ndonjë ide më të mirë ti? Mua nuk ma merr mendja fare. S'mund ta besoj këtë. Asnjë bish nuk do të guxonte të kalonte shkretëtirën. Asnjë bish. Duhet ta kisha ditur që kur bash kafkën te bicikleta. Prandaj doja të vidhja diçka tjetër në vend të saj. Thashë të ikim që këtej përpara se të jesh shumë vonë. S'më pëlqen këto djem. Rrini ju qaman, mendoni se keni një mundësi të bëni hajdutat më të mirë në botë. Spinoza i madh do të qeshte me ju, të paft. Hey, rri urti. Sigurisht patjetër. Mund ta rregulloni apo jo djema, sepse të vdes të shkretëtirë nuk hyn në listën e gjërave që duhen bërë. Ky avull që del nga rrotulluesi nuk duket gjë e mirë. Ke të drejtë, do t'jetë shumë e vështirë që ta rregullojmë. I gjithë motori është shkatruar. Po kështu edhe ne, nuk e kemi nga etja, por nga dielli. Qetësohu, buton. Do mendojmë për ndonjë gjë. Të lutem, Marti, nuk kam më gënjeshtra, mos më gënje më. S'mund të vazhdojmë më kështu. Motora janë këta? Hej! Jo lutem na ndihmoni! Hej, jemi këtu! Buton, hej, na ju paguaj! Na kërkoj neve, harrove? Janë gango. Një gango? Fëmi të guximshëm, çfarë po bëni në shkretëtirën toni ju, ha? Po nxini qeni shëtitje më duket apo jo, Ka quajtët ju, fëmi? Duhet ju ketë rënë diellin në kokë dhe ju kanë nxehur qarqet. Çfarë po bën buton? Mos u çmon e gjë. Po përse keni frikë nga ky grupi me motociklist? Marti mund t'jesë të tokë vetëm me një grusht, me grushtin e hekurt. Hej, ti! Ti që më quajtë mua qenë. Ti që e ke atë kaskën si djathë të motori. Sa po të cicëllon. La, sa më frikson. Mos ke pirë në një gra sot i qenush, si të duket vetja. Marti, trego që mund të bësh. Mos më gjuajt e gjë, tani je i vdekur. Marti, ç'po bën? Trego që i aftë të bësh. Skepse ke frik nga këta nordalaqët. Hej ti, mjaft tani. Hej, pa të shojmë një herë aftësitë e tua, djalosh. Pra, qunak, jepi tani. Eja, na trego se ç'di të bësh. Hajde Marti, pra, jepi, tregoja u vëndin me atë grushtin tënd të hekurt. Tregoja u se ç'di të bësh, mos më zgjinje. Mirë. Po tallesh, djalosh, mua mu duk si kur më pickoj një mushkoj. Çfarë po ndodh? Më falni, por kam qenë një qenë robot shumë i keq. Tani po shkoj në cepin tim. Të lutem, mund të më lëshosh tani? Sot do bëhet funerali yt, qenush. Oh, mos! Jam shumë i lezetshëm për të vdekur. Kapeni! Ç'është gjithë kjo zhurmë? Çfarë po ndodh? Edhe tani e gjeti që të mos funksiononte grushti. Marti, putoni!
Lili! Po vjen djaloshi me krushtin si pul. Hej, si ka mundësi që kur kisha unë nevojë për ty ti nuk bëje dot asgjë? S'kam dyshim për këtë. Ai është një copë mirë makinerie. Çfarë shef? Ma përsërit edhe një herë se nuk e kuptova. I ke fshehur fuqit e tua, ë? Shefi e hoqi kokoren? Më duket se e mori seriozisht me atë djaloshin. Bota në të cilën e jetojmë ka shumë fytyra. Ashtu si qielli që pastrohet papritur pas një stuhie, jeta s'është shumë ndryshe. Çfarë mund të quhet reale nga fazat e vërteta? Jeta me të vërtetë është e poshtër. Nuk mund ta parashikojmë dot kurrë se ç'mund të na sjellë jeta. Më dukesh si një nga ato biskotat e fatit. Rreth e zeza po dalin në horizont. Më duket se do të kemi një stuhi rërre. Stuhi? Djalosh, nuk mund të ndeshësh vetëm me grushta, nuk e di këtë? Tani do ta psosh djalosh. Ai bëri kryqin e vdekjes. S'mund të ndeshesh vetëm me grushte? Nuk e turp, po ndeshesh kundër një djaloshi. Kjo është patetike. Eja, pse nuk e provon me mua? Përgatitu të vdesësh! Tani do ta psosh, ri mbrapa, mos u afro, mos u afro! Rreth e zeza po dalin në horizont. Duket që do të ketë një stuhi rërre. Kjo që the është fare pa vlerë. Mua po më duket fare pa kuptim. Një stuhi në këtë mod të mirë, shputa lallëqe. Tani të kapa, Bjeri, sa bukur, Bjeri! Ma hasë në rrugës, mërë idiot! Lëvizni! Au! Shef! E mrekullueshme. Çfarë bëni ju fëmijë në një vend kaq të rrezikshëm? Po, neve... Më thoni, mos po ju ndjek njeri? Jo, vetëm se neve na u prish makina në shkretëtir, ja kaq.